Igli takot i ndodhe papritura, pas një bumi të madh vjen edhe rënja e saj. Çfarë po ndodh me ta? Igli taku rikthyer në shtëpinë e Big Brother VIP teksa askush nuk e pristi që tashmë të ishte kundërshtare me Gjestin, teksa medaljen e saj të shumt ishin edhe fansat e Gjestit që e falenderuan për sjelljen dhe mbrojtjen që i bëri për sa kohë ishte brenda. E duket se Igli e shtyr edhe nga produksioni, por edhe familja ka vendosur që të ndryshoj taktikën e lojës pasi në mbrëmjen që u rifut, jo vetëm që nuk e përfilli as pak Gjestin, por edhe debatoi me Rozanën. E duket se Igli, e cila thye rekordin për vetëm 4 ditë duke grumbulluar nga 160.000 në 360.000 followers, plot 200.000 followers më shumë për një kohë kaq të shkurtër prej 4 ditësh, duket se po i kthehet e gjithë karma mbrapa. Është vënë re se në më pak se 6 orë nga prajmi ku u rifut, Iglit janë hequr mbi 20.000 ndjekës, duke rënë rreth shifrës të 340.000 followersve. E të gjithë këto duket janë jo vetëm fansa të Gjestit, por edhe të zhgënjur që i kanë komentuar edhe në postimin e fundit, duke quajtur tradhtare turp që përdoret nga produksioni. Ata kanë bërë edhe thirrje në komentet e postimit të Gjestit, por edhe të Iglit që t'i bëjnë non-follow Iglit, dhe duket se gjithçka ka nisur të shkojë mos më keq për Iglin, ndërka që ajo nuk ka pranuar në mbrëmjen e parë as t'i flas Gjestit për këtë situatë. E fansat kanë thënë se po e përdor më së miri për të qenë në qendër të vëmendjes.